Farage është tabloidik dhe realisht ai ndërtoi rrëfimin e mashtrimit për Brexit. Ai ishte populisti, parasysh se një kohë gjatë politika britanike nuk ka pas një mashtrues në jetën politike. Ka pas njerëz me diskurs të jashtëzakonshëm, por mashtrues me fakte asnjëherë nuk ka pas. Dhe me qenë se betejë e tij, me njëherë pasi u bë Brexiti, ishte humbje, parasysh se e pam britanikët se çka humbën, nga fakti se ikën nga Bashkimi Evropian. Atëherë Farage ka qenë në margjinat e një leadership. Dhe e krijoi një moment populizmi, me pikrisht si karburant tabloidik, për të folur për emigrantët. Dhe në një moment kur Britania e Madhe po bën përpjekje që të gjejë një streh në gjithë vendet e Ballkanit për të gjithë emigrantët që janë atje, ose një pjesë të emigrantëve për të gjetë streh këtu. Tash, cili është ky debat? Debati është i një mashtruesi dhe një intelektuali. Domethënë, Edi Rama nuk është hera e parë që bën një përpjekje për ta mbrojtë shqiptarin i cili është jashtë Shqipërisë. Dorë zemër e ka krijuar një farë guximi intelektual më shumë se sa guximi i kryeministrit për ta ndërtuar një rrëfim për shqiptarin. Dhe në një pjesë të reagimit të tij përmend profesionet e njerëzve. Dhe jo për herë të parë, ka përmend Lea Ypin, ka përmend Dua Lipën, ka përmend dy Shqiponjen, pastaj të tjerët të cilët janë në Oxford, në LSE, në Edinburgh e tjera, që janë profesor me nam, ose plus, mos harrojmë që antar Akademisë së Shkencave, është shqiptarja e parë të Britanisë, është shqiptarja e parë Lea Ypi, e cila është ajo e cila nuk ka pas njohje, po puna e saj ka bërë që të jetë antare e Akademisë së Shkencave të Britanisë. Dhe kur po flasim për këto, Farage as nuk i di ato. E di vetëm se kush është kriminal. Unë po flas se profesionet e shqiptarëve janë 100 herë më të rëndësishme në jetën britanike se sa kriminalet. Tek e fundit, të jesh kriminal është profesion, por nëse kapesh shkon në burg. Dhe ata njerëz kanë zgjedhur të shkojnë në burg. Kurse një pjesë e tyre që kanë humbur, po themi kështu, pas Brexitit, për shkak të varfërisë ose jetës më të varfër në Greqi dhe në disa vende të tjera të Bashkimit Evropian, menduan ta gjejnë një streh atje në Britaninë e Madhe. Një pjesë e tyre janë të burgosur për falsifikim me tjera që nuk mund të quhen kriminal, sepse se krimi ka edhe kategori të ndryshme. Falsifikimi po është krim, por kjo nuk do të thotë që arsyeja për të gjetur një vend me mirëqenie është krim i rënd, është dëshira e njeriu për të jep fëmijëve të tij ose vetvetes një shpresë tjetër. Para se gjithashtu më them, ky debat nuk ka qenë debati një kryeministri, edhe pse s'mund ta mohojmë se Rama është kryeministër, por nga gjuha e Ramës tregon se Rama ka një shpërfillje intelektuale ndaj Farage dhe konsideron me një fjalë ose me një fjali si njeri me karburant tabloidik që është ndoshta sentenca më e bukur që i kushtohet një njeri çfarë është Farage. Për ata që e njohin, po për ata që nuk e njohin dhe mendojnë që Britania nuk prodhon si idiot dobishëm, ja që prodhon dhe ai është për një kohë të gjatë tash edhe një idiot i padobishëm. Vjen keq, nuk e ofendova, ja dhash një epitet i cili na e meriton, për arsye se edhe ne shqiptarëve na ka bërë shumë problem ky Brexit që na i largoi nga komuniteti evropian dhe mundësisë e punësimit të shqiptarëve dhe lëvizjes lirë.
ja del një Farage dhe e ndron botën dhe këtë herë për të keq dorën zemër. S'pa ku kështu është mendimi jam. Ndoshta britanikët, një pjesë e tyre mendojnë që kanë bo mirë, por sot mendoj që Britania është me varfër, kulturalisht, politikisht, me mirëqenje, me largimin nga Evropë. Po? Shiko, unë dakord e kuptoj që Farage është populist dhe kërkon që të përdor ndjesit ose emocionet ksenofobike që ekzistojnë jo pak në shoqëritë perëndimore për shkak të emigracionit dhe sigurisht që bën lojë me këto për të fituar vëmendje publike dhe për ta përdorur atë për interesat veta politike, por gjithsesi debati vlen të shtrohet dhe të bëhet mendojnë me objektivitet. Unë sigurisht nuk e pranoj atë që ose arsye pse Farage bën këtë. Unë nuk besoj që Farage bën këtë se urren shqiptarët, por Farage bën këtë për t'i fryrë sentimentit ksenofobik brenda shoqërisë britanike. Megjithatë çështja është këtu, a kanë vërtet shqiptarët nivel të lartë kriminaliteti nëpër BE, nëpër vendet kudo ku ata shkojnë? Dhe unë shoh që sado që Rama ndoshta ka drejt në pjesën ku i thotë që nuk është 1/50 raporti, ama raporti është shumë i lartë. Unë bëra u futa ylli në Google, e bëra një search kështu thjesht, sa për të testuar shifrat. Edhe rezulton që vërtet nuk është raporti 1 me, po themi, sa është numri emigrantëve. Ai thotë që është 40.000, 50.000. Rama thotë që është më shumë. Pra, jo, e kam tani këtë pyetje. Që do hysh dhe ti. Okej, dakor. Por do të thonë ideja që ndron këtu unë pres që kryeministri im nuk ka nevojë të bëj spektakël me Farage të bëj këtë lojë. Jo, edhe e bën atë politikisht e bën ai. Jo, më dakord, po problemi është që para se të bëj këtë do të mbaj përgjegjësi për. Ne duhet i themi, unë kam përgatitur edhe pyetje, pse duhet i themi se krimi shqiptar është shumë lulëzim, dhe në Britani është kështu. Dhe unë do ta hedh këtë pyetje. Duhet të them këtu, për te do të nxjerr një tabel. A ka pjesë vërtet aty? Kjo është pyetje. Ta themi këtë pjesën tjetër. Këtu nuk ka të vërtet për mua. Se unë paktën unë e njoh këtë vend dhe njoh këtë. A ti them shifrat që bëra unë Google, bëra një search Google, ja? Po ja, ti po them unë këtë. Okej, kush ka të drejtë po thua ti për shifrat në këtë përplasje? Më ndihmon dhe me zonjën Zama që në qoftë se ka dhe nuk e di si e ka qëndrimin zonja Zama për këtë problem, por dhe bashkë me ju që keni këtë qëndrim që ta tani, po dhe kolegët e tjerë. Sa është popullsia e shqiptarëve në Mbretërinë e Bashkuar? Rama, mendoj unë, ka të drejtë për shifrat pasi llogaria që bën Farage për numrin e shqiptarëve në Mbretërinë e Bashkuar është thjesht numri i censit të fundit. Nuk merr parasysh shqiptarët që nuk e kanë plotësuar censin, shqiptarët pa dokumentacion e të tjerë. Bile dhe këta që fut në burg, a thot një në kaq, por nuk i quhen burgosur.